Në kuadër të 40 vjetorit të shkollës Ndremjeda, klubi i futbollit Vllaznia ishte pranë nxënësve dhe mësuesve në një takim të ngrohtë dhe frymëzues me Brezin e Ri. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin Edi Martini, Ergi Borshi, Bekim Bala, Ardit Krymi dhe Sherif Kallaku, të cilët ndanë emocione, autografe dhe mesazhe motivuese për nxënësit. Kur është hap kjo shkollë, unë kam qenë 10 vjeç, kam qenë nxënësit e parë që kena ardhur. E jam krenar që kam dalë nga kjo shkollë. Po edhe fëmijët e mi kanë marrë shkollën, janë rritur, po edhe nuse jam sot është mësuese këtu, kështu që detyrimi është shumë herë më i madh. Kjo shkollë më ka formu si njeri, po edhe si sportist. Kam pas shumë kampiona në këtë shkollë, të fillu me Skënder Osmani, Rasim Kraja, Milan Vaso, që kanë qenë të 3 kampiona, pavarësisht sa ata jetojnë, mua duhet i falenderoj nga zemra. Personalisht nga ana e nga ana e lojtarëve, po edhe presidenti Alban Xhaferi, hyrja gjithë zonës ditën e prandë që kena ndeshje me Tiranën, është falas pa pagesë për gjithë shkollën. E di që është Vllaznia për to, për familjen e tyne, të bëjmë maksimumin për me arrit asaj ditë që bashkë me këta djemë të mrekullueshëm që kam krah, të jena kampion, të gëzojmë shtëpiat tona, të gëzojmë ju, të gëzojmë tonë qytetin. Është hera parë që kthehem që nga viti 2009 kur këtu kryeva shkollën, shoh shumë përsërisha kanë edukuar, kanë rrit, gjej rastin ti përshëndes ti falenderoj. Të rikthehem atë kryesori që është titullin kampion. Pëlqen energjia ju sot, kujdej vetin kur kam pas mundësinë me pa në lojtar të Vllaznisë atëherë. Kena pa gjithmonë me adhurim, mund të them, baza që kena hellë te shkolla. Aty nis dashnia për futbollin. Duhet i shtym sa më shumë rinin afër sportit, sa më shumë aktivitete sportive. Shumë djem për këto, ndoshta antarëve do spikasin dhe do veshin ngjyrat e Vllaznisë. Shpresoj që shumë prej tyre ti shohim stadium, nesër me Tiranën kena nevojë për mbështetje. Për shkollën i uroj sa më mirë, edhe për 40 vjetorët. Du t'ju uroj një herë 40 vjetorën. Mesazhi im për fëmijët është që të merren sa më shumë me aktivitet sportiv, të largon nga e keqja, bën me të edukum. Kam qenë fëmijë llaztum edhe jam sjell në herë keq edhe me mësuesit, të jenë më të përgjegjshëm, të respektojnë sepse kur bën më ushtrime do ta kuptojnë rëndësinë e këtyre mësuesve. Në këtë rast, klubi i futbollit Vllaznia fton të gjitha shkollat e qytetit që të ndjekin falas klasiken e futbollit shqiptar Vllaznia Tirana, e cila do të luhet të premten në orën 19 në stadiumin Loro Buriqi.